Një këshill për krejt dëgjues Shpejt, shkojmë. e dita dullit. Mos ja bëni siguron me nguqe 10 vjet e mos me thirr kurr. Për bez po. E pse? Pse nuk e di, 8 vjet në Kosovë, që 2 vjet jam në Gjermani. Tu dhe në Gjermani me shku për me na thirr. Na, jo, po ashtu nuk e di. Kam qef. Tash malli atje më shumë edhe s'ke mujt me rezistu. As për ata nuk është, po neglizhencë pak. Okej, faleminderit. Pra me thirr të gjithë. Ekstrem ki dëgjues që kur s'kan thirr. Ekstrem, veçoni një 200. Duhet mi boni takim bashkë, krejt. Edhe me juve që stresni, edhe me ata që thrasin. Shumë serioz. Me siguri 200 i njaf që nuk 90% kohës akor nuk thirr. Po, nuk mund të jetë vetëm me telefonata dëgjues. Me siguri që ka shumë që s'kan thirr kur. Tash edhe unë gjatë dëgjues pejzoni, çka që thirrin gjithë do të njëjtë. Kalofsh mirë gjithat mirat. Shumë faleminderit, të pres prap. Jo, mas 70 vjetë. Ja. Nuk është ferë qështu edhe unë kam qef me uni juve. E abononi diçka. Hajde. Edhe fëmijën e gjermanëve komunist me mësu shqip. Sa mirë. E ngojnë autobus kançore. Bre, faleminderit shumë. Të përqafi shumë, Zoti trojt. Ciao. Ciao.